Pas një periudhe të gjatë shqetësimesh dhe ankesash nga banorët, ka nisur më në fund riparimi i rrugëve, aty ku u ndërhy për shtrimin e rrjetit të ri të ujësillësit në qytetin e Vlorës, një pjesë e konsiderueshme e segmenteve rrugore, të cilat prej muajsh kishin mbetur të dëmtuara dhe të hapura pas punimeve, por i kthehen gradualisht në gjendjen e mëparshme nga firma e ndërtimit e cila realizoi investimin në rrjetin e ujësillësit. Problematika e rrugëve të amortizuara ishte kthyer në një nga shqetësimet më të mëdha për qytetarët, veçanërisht në lagjet ku ndërhyrjet kishin mbetur përgjysmë dhe lëvizja automjeteve apo kombësorëve ishte bërë mjaft e vështirë. Çështja është trajtuar vazhdimisht edhe nga televizioni 6+ Vlora, i cili ka pasqyruar situatën problematike në disa zona të qytetit, duke evidentuar vështirësitë me të cilat përballeshin banorët çdo ditë. Një nga zonat ku tashmë ka nisur ndërhyrja konkrete është lagja 24 Maj, ku infrastruktura rrugore kishte mbetur prej kohësh e dëmtuar pas hapjes së kanaleve për vendosjen e tubacioneve të reja të ujësillësit, sikundër tregojnë edhe pamjet, të cilat po i ndiqnin në ekran. Në zonën e Çoles po punohet për rikonstruksionin dhe sistemimin e segmenteve rrugore, duke rikthyer normalitetin për banorët dhe qarkullimin e automjeteve. Për muaj të tërë, banorët e kësaj zone janë përballur me pluhur, baltë dhe gropa të shumta në rrugë, situatë kjo e cila krijonte jo vetëm vështirësi në qarkullim, por edhe rrezik për automjetet dhe këmbësorët. Ndërkohë, ndërhyrjet për riparimin e rrugëve nuk janë përqendruar vetëm në lagjen 24 Maj, punimet kanë nisur edhe në disa akse të tjera të rëndësishme të qytetit, ku situata paraqitej problematike prej kohësh. Kompania e cila realizoi investimin për rrjetin e ujësillësit ka ndërhyrë edhe në rrugën e Unazës, një nga segmentet më të frekuentuara të Vlorës. Konkretisht në rrugën Pelivan Leskaj ka nisur procesi i hedhjes së asfaltit dhe mbushjes së gropave të krijuara pas punimeve nëntoksore. Pamjet nga terreni tregojnë mjetet dhe punëtorët, të cilët po kryen asfaltimin e segmenteve të dëmtuara, me qëllim rikthimin e kushteve normale të qarkullimit. Situata ishte kthyer në shqetësim serioz për qytetin, ndërsa rikthimi i rrugëve në gjendjen e mëparshme konsiderohet tashmë një domosdoshmëri, sidomos në prag të sezonit turistik. Vlora pret gjatë muajve të verës mijëra vizitorë vendas dhe të huaj, ndaj infrastruktura rrugore mbetet një element kyç për lëvizjen dhe imazhin e qytetit bregdetar. Ndërhyrjet për sistemimin e rrugëve pritet të vijojnë edhe në ditët në vijim në zona të tjera ku janë kryer punime për rrjetin e ri të ujësillësit. Qytetarët kërkojnë që procesi të përfundojë sa më shpejt dhe të gjitha segmentet e dëmtuara të rikthehen plotësisht në funksion për të shmangur problematikat të cilat kanë shqetësuar qytetin gjatë muajve të fundit.